Dashi. Gjatë kësaj dite nuk do jeni më të shpërqendruar si më parë, por do merrni kontrollin e çdo gjëje. Ju të dashuruari do jeni më të vendosur se kurrë për të bërë ndryshime në jetën tuaj. Do jeni më të hapur me partnerin dhe së bashku do merrni vendimet e duhura. Ju beqare do filloni një lidhje shumë pasionante e cila ka për t'ju ndryshuar jetën një herë e përgjithmonë. Në punë do ndiqni një strategji më strikte që situata të fillojë të normalizohet. Për ju, asgjë nuk do të jetë e pamundur. Shpenzimet bëjni në mënyrë sa më të kontrolluar sepse nuk do doni që parat të keni probleme serioze nesër. Demi, asgjë nuk do t'ju ecë ashtu siç do të kishit dashur sot dhe do mërziteni pafundësisht. Ju të dashuruari do keni shumë kundërshtime me partnerin tuaj dhe në një moment do mendoni edhe t'i jepni fund gjithçkaje. Mirë është që të reflektoni gjatë para se të hidhni hapa kaq të rëndësishme, pasi nesër mund të pendoheni për veprimet e bëra. Ju beqarët nuk do keni asnjë dëshirë të bëni ndryshime. Në punë do jeni shumë kreativ, por kolegët dashakiq do mundohen me çdo mënyrë t'ju pengojnë. Kujdes edhe nga ata që kanë bërë gjoja sikur ju kanë mbështetur së fundmi. Në planin financiar për fat të mirë çdo gjë do t'ju ecë për mrekulli. Binjakët. Gjatë kësaj dite do t'ju duhet të merreni me disa çështje të rëndësishme dhe do friksoheni sepse nuk do arrini dot aq shpejt atje ku doni. Ju të dashuruari do jeni shumë të shpërqendruar dhe pa dashje mund ta lini pas dore të dashurin e zemrës. Mund të ketë edhe mërzitje të mëdha për këtë arsye. Ju beqarët nuk do keni guxim t'ia shprehni ndjenjat dikujt dhe do vazhdoni të mbeteni të vetmuar. Në punë do keni diskutime të gjata me shefat, por ende nuk do merrni përgjigjen që keni pritur. Bëni pak më shumë durim. Buxhetin do i ekuilibroni më shpejt nga sa mendonit, kështu që do të ndiheni më të qetë kur të shpenzoni, sidomos në mbrëmje. Gaforja. Ndryshe nga sa mund ta kishit menduar, kjo e sotmja ka për të qenë një ditë e jashtëzakonshme dhe mjaft emocionuese. Për ju që keni një lidhje, dita e sotme do të jetë e nxehtë. Do dashuroheni si të çmendur me partnerin tuaj dhe do ndiheni vërtet si në një botë tjetër. Ju beqarët nuk do keni as pak kohë të mendoni për dashurinë, kështu që do mbeteni në të njëjtin status. Në punë do merrni një promocion që do t'ju angrohë shpirtin dhe xhepin. Tashmë e tutje gjërat do të jenë më ndryshe për ju. Në planin financiar do merrni vendimet e duhura dhe gjendja do të ketë goxha përmirësime. Do mund të hiqni edhe disa para më njanë. Luani. Gjatë kësaj dite do përballeni me goxha vështirësi, megjithatë nuk do ndaleni asnjë moment. Për ju të dashuruari, dita e sotme do të jetë e mbushur me të papritura dhe me debate të njëpasnjëshme. Në shumë momente do ndiheni keq dhe do kërkoni ndihmë nga miqt. Ju beqare do arrini ta bëni për vetë atë që pëlqeni, por në fakt shumë shpejt kanë për t'ju zhgënjyer. Në punë duhet të vini më në punë intuitën dhe nuk duhet i besoni verbërisht kolegëve. Ka nga ata që nuk janë ashtu si hiqen para jush. Financat nuk do të jenë as pak të mira, kështu që shmangni çdo investim sepse mund të ngeleni me xhepat bosh. Virgjëresha. Dielli dhe Jupiteri do t'ju ofrojnë mundësi pafund gjatë kësaj dite për të treguar se sa të zotët jeni. Kreativiteti do të dalë më në pa. Ju që keni një lidhje do jeni më bashkëpunues me partnerin dhe do i pranoni edhe disa gabime që keni bërë kohët e fundit. Në mbrëmje do kaloni edhe disa momente romantike së bashku. Ju beqarët ka rrezik të afroheni me persona as pak të përshtatshëm dhe nuk do filloni dot një lidhje të bekat. Në punë gjërat do kenë goxha përmirësime. Do ecni me shpejtësi të madhe dhe do arrini atë që dëshironit prej kohësh. Buxhetin do e menaxhoni me rigorozitet dhe nuk do t'ju dalin as pak probleme. Peshorja. Gjatë kësaj dite do i shihni gjërat më me shumë kthjelltësi dhe nuk do hidhni hapa të gabuara. Me bekimin e yjeve, jeta për ju të dashuruarit ka për të qenë shumë harmonike. Do ndiheni për mrekulli pra njëri tjetrit dhe për asgjë nuk do të ankoheni. Ju beqarët nga ana tjetër duhet të përgatiteni për ngjarje drastike që do t'ju ndryshojnë rrjedhën e jetës. Në punë do jeni shumë korrekt, do bëni ato që do t'ju kërkojnë shefat dhe gjithçka do t'ju ecë siç e dëshironi. Në planin financiar do mbizotrojë gjatë gjithë kohës ekuilibri dhe do arrini t'i kryeni pa frikë të gjitha shpenzimet. Akrepi. Urani dhe dielli do t'ju premtojnë një ditë të shkëlqyer e të mbushur me surpriza të njëpasnjëshme.
Jeta juaj në çift do të jetë shumë e bukur, madje do merrni edhe vendime goxha të rëndësishme. Buzëqeshja dhe shkëlqimi i syve nuk do të largohen asnjë çast. Ju beqarët do keni vetë sa mundësi për aventura të shkurtra romantike dhe do e keni vetë në dorë nëse do doni të përfitoni apo jo. Në punë do mësoni gjëra të reja dhe që do t'ju lehtësojnë gjithçka. Tashmë jeta për ju do të marrë drejtimin që keni pritur prej kohësh. Për çështjet financiare do të jetë një ditë e favorshme dhe pa asnjë problem. Shigjetari, merrni gjithë kohën e duhur sot për të analizuar gjithçka para se të hidhni hapa. Në këtë mënyrë nuk do përballeni as me probleme. Për ju të dashuruarit gjithçka ka për të ecur më së miri. Nuk do keni as pak ankesa për partnerin e madje do kërkoni edhe falje për gabimet që keni bërë. Ju beqarët do afroheni gjithnjë më shumë me personin që pëlqeni dhe mund të bëni edhe deklarata dashurie. Në punë nuk duhet të ndalni së bëri përpjekjet e duhura për të arritur atje ku doni. Asgjë nuk është e pamundur, mjafton të keni durim dhe guxim. Në planin financiar duhet të bëni më shumë kujdes pasi me gabimet më të vogla situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Britsjapi, komunikimi me të tjerët do të jetë goxha i vështirë gjatë kësaj dite, prandaj her pas here mund të gjendeni në vështirësi. Ju të dashuruarit do ndjeni si të bllokuar dhe nuk do arrini dot t'i shprehni ndjenjat aq sa dëshironi. Marrëdhënia me partnerin do të ftohet disi. Ju beqarët nuk do arrini dot ta bëni për vete atë që pëlqeni dhe keni për të mbetur ende vetëm. Për fat, do keni pranë miq që nuk do t'ju lënë të mërziteni. Në punë nuk do jeni as pak luftarak. Edhe gjërat më të lehta do t'ju duken shumë të vështira. Nëse shpenzimet i kryeni pa u menduar as pak, situata shumë shpejt do të përkeqësohet tej mase. Ujori, dita sotme do filloj qetësisht për ju, por gjithçka do ndryshoj shpejt. Pas mesdite do ndjeni edhe më të lirë për të bërë atë që dëshironi. Yjet do ju bëjnë më strikt dhe shumë më kërkues ndaj partnerit tuaj. Për fatin tuaj të mirë, partneri do të jetë më tolerant e do t'ju hap shpesh rrugë. Ju beqarët do magjepseni pas një personi e do bëni të pamundurën për ta pasur në krah. Në punë do vlerësoheni jo vetëm nga kolegët, por edhe nga shefat. Gjërat për ju do ecin për mrekulli e nuk do mundoheni si më parë. Në planin financiar do ndërmerrni rreziqe dhe do hidhni hapa të guximshme që situata të ndryshojë sa më shpejt. Peshqit, shpesh do ndjeni në mëdyshje gjatë kësaj dite, por menjëherë do reflektoni e do dini të hidhni hapat e duhura. Nëse keni një lidhje, çdo gjë ka për të ecur më së miri. Nuk do keni asnjë mosmarrveshje me partnerin, por kundrazi do jeni më të logjikshëm e do i pranoni edhe gabimet e bëra. Ju beqarët më në fund do merrni propozime të veçanta nga persona që vlen me të vërtetë shumë. Në punë do i mbani premtimet dhe shefat do t'ju vlerësojnë. Pak e nga pak keni për të arritur atje ku keni dëshiruar kaq shumë. Buxhetin do dini si ta organizoni më së miri dhe gjithçka do t'ju ecë më së miri.